fundi I një shomani politik? Çfarë do të ndodh me Erion Veliajn pas skandaleve dhe fasadës së gjatë mediatike? Prej një dekade, emri Erion Veliajt është ngjitur në çdo cep të Tiranës, nga tabelat me sloganin punë, jo fjalë, deri te serialet pa fund në mediat kombëtare që transmetonin çdo prerje shiritash, çdo foto me fëmijë, çdo park lodrash e çdo gur të vendosur në sheshet e betonit. Por sot, pyetja që ndjehet gjithnjë e më shumë në ajër është, a ishte Erion Veliaj vetëm një show mediatik, I ambalazhuar bukur nga propaganda, apo një administrator real I kryeqytetit? Një dekadë imazh, por për çfarë çmimi? Ndërkohë që qytetarët përballen çdo ditë me mungesën e ajrit të pastër, betonizimin e egër, shkatërimin e hapësirave publike dhe skandalet e njëpasnjëshme në tendera dhe PPP. Veliaj vazhdonte të shfaqej në ekran me kostumin e tij të zakonshëm dhe batutat e lodhura për transformimin e qytetit. Në fakt, Tirana është shndërruar në një qytet që I ngjan më shumë një shesh ndërtimi për oligarkët, sesa një vend për të jetuar me dinjitet. Nga teatri kombëtar I shembur në orët e para të mëngjesit në shkelje flagrante të vendimeve të gjykatës kushtetuese, e deri te projekti famëkeq I Unazës së Madhe, ku dokumente të falsifikuara quan në milionat e zhdukur në ajër. Erion Veliaj nuk ishte thjesht spektator. Ai ishte regjisor dhe aktor njëherazi, duke drejtuar me një arrogancë të heshtur një sistem abuzimi të institucionalizuar. Kur do të mbaj përgjegjësi? Pyetja që sot është kthyer në një thirrje publike është, kur do të mbaj përgjegjësi Erion Veliaj? A do t'i hiqet ndonjëherë e drejta për të kandiduar për poste publike? A do të dënohet për krimet dhe abuzimet që shumë prej qytetarëve tashmë I njohin në detaje? Kushtetuta dhe ligji shqiptar janë të qarta në letra, por realiteti është një tjetër histori. Prokuroria hesht. SPAK vonon. Presidenti hesht. Parlamenti aprovon. Dhe qytetari? Qytetari po mbytet nga zëri I betonit dhe arrogancës institucionale. A është fundi afër? Fasada po fillon të thyet. Nuk ka më iluzion publik për djalin e mirë që shfaqet me biçikletë nëpër qytet. Qytetarët e Tiranës po zgjojnë një ndjeshmëri të re ndaj padrejtësisë dhe po kërkojnë drejtësi reale. Emri I Veliajt është gjithnjë më I lidhur me dosje të hapura, akuza publike dhe dokumente që tregojnë një shkelje të vazhdueshme të ligjit dhe moralit publik. E ardhmja e tij politike? Gjithnjë e më e pasigurt. Më shumë se një figurë publike, ai po shihet si simboli I një kohe të korruptuar, ku propaganda ishte më e rëndësishme se shërbimi dhe ku asgjë nuk bëhej pa një pagesë në dorë apo një marrëveshje të fshehtë. Dhe në fund, përballë gjithë kësaj, populli ka vetëm një mundësi, të mos harrojë, të mos falë, të mos heshtë. Sepse pa drejtësi, gjithçka tjetër është vetëm një dekor I rrem. Dhe Tiranës I ka ardhur në maj të hundës me dekorin e rrem. Nëse ka një drejtësi të vërtet, ajo do ta thërras Veliajn jo për një tjetër inaugurim, por për të dhënë llogari para ligjit. Dhe kjo ditë po vonon.